Halo, përshëndetje. Mirë dita. Nuk kam qenë moti live, nuk kam hyrë live që një kohë gatë. Edhe sot vendosa prap, thash me hy pak, thjesht me bisedu pak. Një live shumë spontan. Shpresoj se jeni mirë gjithë, edhe po ja kaloni mirë. Përshëndetje. Si zakonisht, unë e prap spontan në live-in tim, edhe kom pas shumë punë këto ditë, edhe jam duke marrë me disa projekte, edhe nuk du me i bo thjesht vetit presion, kur ta ndjej me hy prap live, hy. Përshëndetje, Zej Latifi, Mirlinda Alia, Ejupi Teuta, Mirlinda Alia, okej, mu do që janë dy persona me mbi emrin Alia, përshëndetje Teuta, qërshi edhe vetë, përshëndetje Regina, në këtu në Instagram është pak e fështirë me lexu emrat se nuk e dim cilët janë emrat, cilët janë mbi emrat, po unë po e lexoj ashtu qysh po e shoh. A jeni mirë gjithë, si keni kalu me Ramazan sfori, masandej me Bajram, kush është musliman, kush nuk është, si keni kalu këto ditë. Unë kom pas shumë punë, po punë që thjesht i du, vinë nga dëshira ime, jo që detyroj veten, edhe pak për çfarë jam ka du me fol sot. Kom pas shumë takime me njerëz, me familjar, me të rrethit, me shoqëri, në përgjithësi edhe gjatë gjithë kohës, po reflektoj shumë edhe thjesht e shoh që pa e kthy fokusin te vetja jone e vërtet, na thjesht nuk kemi me qenë kur të lumtur, as të përmbushur shpirtnisht. Si kanë qenë të ditë juve pra, a keni kalu mirë, a keni mujt edhe ju me reflektu diçka, a jeni transformu, apo punoni me veten, apo thjesht jeni veç duke ekzistu sikur robot. Se e shoh që është shumë e dhimbshme, kom nejt me njerëz që janë smut nga zemra, kom nejt me njerëz që thjesht janë duke vujt psiqikisht, që janë në energji të ulët, edhe kjo mu thjesht më bën shumë me reflektu edhe me mendu edhe me inspiru që sa ma shumë me dal me fol për këto gjana, veç të ekzistu, apo që kjo është një arsye që na nuk duhet veç me ekzistu, po na duhet me jetu me atë që kemi ardhë për një arsye në këtë botë, nuk kemi ardhë rastësisht. Zoti na ka zgjedhë neve edhe Zoti don që na me kry detyrën e tina në këtë botë. Përshëndetje, unë kam, inshallah je gjithmonë edhe ke gjithmonë. Përshëndetje Kimete, Vjosa, përshëndetje, a ki ko me hi pak live, a ju? Nëse donë, nëse je gatshme. Pra, që kjo është që na thjesht ta kuptojmë që na nuk kemi ardhur këtë botë veç me ekzistu, po na në këtë botë kemi ardhur me jetu ma të mirën e mundshme. Po me jetu për veti, jo me jetu veç për tjertë. E shoh edhe është shumë e dhimbshme. Kur hin për shembull, në kohën e sotme krejt jemi në për telefona, në rrjetet sociale dhe krejt shohim videot ndryshme, sa e hapim telefonin, na në kohën e sotme kemi me pa veç luks, video luksoze, kemi me pa se si njerëzit i reklamojnë, do më thonë, jetën e tyre, reklamojnë se sa janë suksesshëm e kështu me radhë, edhe na automatikisht him në frekuenca të fajsimit edhe të lakmis. Edhe unë e thom,
thjesht kur I shoh, nëse nuk jemi vetëdijshëm, sinqerisht bim në këto frekuenca të ulta edhe na në këtë mënyrë energjinë tonë e prekim, domethënë energjia jonë dëmtohet. Edhe për çata është shumë e rëndësishme që na me u bë vetëdijshëm për energjinë tonë, se po su bë vetëdijshëm për energjinë tonë, edhe për arsyeën pse kemi ardhur në këtë botë, atëherë na thjesht nuk kemi mundi kur të lumtur. Edhe nuk ka me na u largu kur shtresi prej kokës. Se shtres është pikërisht që kjo, që na nuk e kuptojmë sepse jemi ardhur në këtë botë, edhe thjesht ekzistojmë, edhe e fajsojmë veten, e krahasojmë veten, edhe bëhemi në lakmetar pa dashje. Merita, përshëndetje, si e do të hysh live me mu tani, se mu më pëlqen shumë spontaniteti. Gjithmonë, pse duan spontanitetin ka shumë, sepse e di vlerën e energjisë, edhe e di që na jemi thjesht një kanal, edhe ajo që don me dalë për momentin vjen në mënyrë spontane, në mënyrë intuitive. Për çata nuk I preferoj edhe shumë planet, edhe jam shumë spontane. Pra, që kjo është, sepse që shtash edhe ma heret, unë kom pas shumë neja me njerëz ndryshëm, me njerëz smut nga zemra, me njerëz që kanë të rënditje në tru, me njerëz që thjesht janë të humbur, një person me qenë I smut, pa marrë parasysh se çka gjithë atë rreth e dëmton. Sa është e rëndësishme pra na me u vetëdijsu, me ditë se ku jemi, me ditë se çka do të thonë momenti I tanishëm. Pse njerëzit smuan ka shumë? Sepse kur nuk janë prezent në këtë moment, në këtë jetë aktuale, janë duke luftu non-stop jetën, momentin e tanishëm. Do të thonë janë non-stop në të ardhmen ose në kalumen, po sidomos kohëve të fundit tani, njerëzit janë pothuajse gjatë gjithë kohës në të ardhmen. Është shumë e mërzisht, si sinqerisht po them, në çfarë pike kemi ardhur na njerëzit, sepse që shtash edhe ma heret, sa ta hapim telefonin, na kemi me po video luksoze, edhe kemi me po, do më thonë, veç sukses, që postohen veç për suksese. Pra, qatë shumë na njerëzit jemi të identifikum me materializëm, pra na dojmë me qenë më të mirët, rrallë kush e mendoj që sinqerisht e fillon ditën pa dashur me qenë kërkushi. Do më thonë, rrallë janë ata njerëz vetëm vërtet, ata që kanë vetdijen e plot, që nisin ditën me një si më thonë, me një intencion, po e thonë, me një njet që sot thjesht du me qenë vetvetja, pa dasht me qenë maj miri, pa dasht me qenë maj sukseshmi, pa dasht me marrë lavdata apo njohuri për tjerve, pa dasht hiq me qenë kërkushi thjesht me konë këto. Po sa e kemi në atë mundsh me diçka till, një gjatë till me mri, është shumë e zashme, se që është ashtë edhe ma heret, automatikisht e hap telefonin, shef videot ndryshme, automatikisht ty të vjen ai mendimi që nuk je ty bo kur gjo, nuk je do më thonë i vlerësushëm, nuk e vlerëson veten më spori, sepse mendon se krejt janë ty bo diçka, unë s'jam ty bo kur gjo. Unë e thom krejt që ta që vërtet e shfaqin suksesin e tyre, po e tham, nëse nuk e bojnë me vedije, s'janë ty bo kur gjo. Vedia është kulminacioni mbi gjitha, jo ajo shka e kallzojmë në antjashtmen, jo ajo shka dukem na se jemi ty bo, jo një prezantimi i një punës teme, ose qka do qoftë tjetër, përderi sa na, njerëzit në përgjithësi, jemi të identifikum se unë duhet me qenë maj mi, unë duhet me bukta, unë duhet me realizu këtë dëshirë, unë duhet me më rri këta, unë duhet mu kallëzu para atjerve se jam dikush unë,
atëherë këta njerëz thjesht duken që janë qashtu suksesshëm e san, po janë qatë shumë një identifikim që unë duhet me bu këto, unë duhet me bu këto. E na duhet me po shumë. Kur na askush nuk e din jetën e dikujt tjetër se qysh e ka në të vërtetë. Do të thonë, gjithë shka në kohën e sotme është bu sipërfaqësore. Po fill, kërkujna nuk mundem ja dit as me apo frekuencat që ai person i përçon. Kështu që është shumë e rëndësishme që na njerëzit në përgjithësi mas pari me kuptu mënyrën, vlerën e energjisë edhe të frekuencave. Kjo është një mënyrë ma e mira, sepse unë jam shumë e bindur se çka shoh duke e kuptu edhe me që jam shumë thellë në këtë punë e shoh, unë nuk i shoh mo njerëzit si njerëz, as nuk i shoh si të suksesshëm, as nuk i shoh si të pasur, as nuk i shoh asgjë gjë, i shoh njerëzit thjesht energji. Do më thonë, kur i shoh disa njerëz që identifikohen shumë me ato që e kanë, si me punë, si me gjitha fushat e jetës, unë për veti i quj këta njerëz si viktimizues. Sepse aq shumë identifikohen me diçka që jam shumë e bindur që në momentin që nuk i kanë atë gjë, ata njerëz direkt në depresion kanë me ra. Sepse ata do më thonë janë aq shumë të identifiku me gjona që i kanë. Edhe kjo nuk quhet lumturi. Kjo është një farloj varësie, pa marrë parasysh pra në gjithë shka që na bojmë, edhe që identifikohen me qatë gjë. Unë për shembull që tashtit me mendu që unë jam këtu duke full live me juve, edhe me identifiku me ato që unë duhet me qenë ma mira, unë duhet me dit me full, unë duhet me dit që ka me full para njerëzve. Automatikisht nëse unë nuk di me performu që ta shpara juve, unë bona një farloj viktime ndaj vetës. Përshëndetje Anisa, përshëndetje. Anisa është tek unë abonuar dhe me 2 seanca mjaft kemi ndryshu kënd dhe shtrim për jetën, në përgjithësi, për gjitha fushat e jetës, sepse qysh tash edhe ma heret është shumë mirë na mas pari me mësu, mos me qenë askush. Thjesht me qenë vetvetja. Edhe qysh kesh të thonë, nëse unë identifikohem si ajo, unë nuk, sa herë e thom, nuk hi si mentore këtu, unë hi thjesht me ju tregu ato çka e kom mësu edhe çka e praktikoj për veti edhe ajo që mu ma sjell qetësinë shpirtërore. Kur ta kemi qetësinë shpirtërore, na jemi të palekundshëm. Pa marrë parasysh çka shohim në botën e jashtme, pa marrë parasysh se çka ndodh, sepse jeta është me cikla në gjithmonë. Sa do që t'jemi të vetëdijshëm, jeta prap ka më na sjell diçka tre, edhe thjesht luhatemi nga situatat ndryshme. Edhe në fakt, kjo puna me veten nuk duhet me u bo vesh njerë, po duhet me qenë stili jetës, duhet me u bo stili jetës. Sepse, si që kam dëgju një mentor që thot, ne dhëmt, apo dhëmbet, nuk i lojmë, apo nuk i pastrojmë veç 4 herë në mujtë. Sepse na mendojmë nga një herë, e bona një punë me vetën edhe tash duhet pushim. Dhëmt, duhet pastru çdo ditë, njëjtë është edhe puna me veten tonë. Sepse pra na duhet me u ballafaqu me situatat ndryshme, me njerëz ndryshme, e sidomos në këtë kohën që është mjaft kaotike. Nëse se di mos i ka për pak, nëse nuk mësojmë, sinqerisht po them, me i kontrollu mendimet tona, me i kontrollu ndjenjat tona, e sidomos me mësu me matë çmumen që kemi, me pranu momentin aktual, me pranu jetën ashtu si që kemi. Për derisa na nuk e pranojmë jetën, për çet arsye shumica e njerëzve kanë probleme ata
panik atak, ose me angth, ose me depresion, ose me këto problematikat mentale, sepse na jemi vazhdimisht të je luftu qëtë moment, që tani. Jetën aktuale, momentin aktual. E kjo, mas shumë ti pra është sepse, që shtash edhe ma heret, na jemi krejt në telefonën kone sotme. Edhe unë, edhe ti, edhe aj. Po nëse tash s'jemi të vetëdijshëm se qysh jemi të e përdorë qa telefon, për çka jemi të e përdorë qa telefon, sinqerisht na mune me unë viktimizu shumë keq. Edhe me u bo lakmitar, sepse mënyrë jo të vetëdijshme, na bohem lakmitar, e krahasojmë veten, edhe fillojmë me fajsu veten, edhe këtu në cilat frekuenca jepra, ti jenë frekuencat më të ulta që ekzistojnë. Atë në tjetër lonë ti donë me tërhek një jetë më ndryshe, një jetë më të mirë, nuk mundesh, është e kotë. Pa u vedisu, pra komplet, për mënyrën e mendimeve tua, për mënyrën e ndjenjave të tua, pa e pranu momentin aktual, nuk ka me pos kur ndryshim. E kur arrim na qëtë nivel paka shumë, atëherë na lirohemi edhe mbrenda. E sa ma t'lirë që jemi mbrenda, aq ma shumë liri kemi rreth vetes. Aq ma shumë lirohem nga shtresi, nga lakmia, nga fajësia, nga shumë sane tjera. Pra, pse tash që ish Bajram, unë ko marrë shumë shkrime prej njerëzve të ndryshëm. Njën e non, më vinte mirë normal, se gjithë dojmë dashuri edhe gjithë dojmë të njihemi që ta kema ndjenjën se dikush është ka menon për neve. Ama mu më kam bo shumë me reflektu këto sene, sepse tham, pse duhet me ra një fest për mi bashku njerëzit? Pse duhet me prit një Bajram, ose pse duhet me prit Krishtlindje, ose pse duhet me prit diçka për mja qu dikujna një buket lule, ose për mi thjesht mi shkru dikuj, pse duhet me prit? Pse jon të e bo njerëzit qëto? A keni mendu jo na i hera apo jo? Unë për veti e shof këtë pjesë shumë dhimbshme. Normal që këto festat janë për çdo arsye për me i bashku njerëzit. Apo e tham, është shumë e dhimbshme se nëse edhe kjo reflekton edhe tregon se sa na njerëzit jemi duke vrapu mas parave, mas materializmit. Do më thonë na ton vitin, ndoshta nuk na bjen shumë për një person, edhe i shkruajmë veç atëherë kur është festa. Pse? Sepse kur është fest, na e nim veten si të obliguar për me i shkruaj dikujna. Për me i shkruaj dikuj, se nëse nuk i shkruaj dikuj, une nuk jam njeri, nuk e qun veten ti si të mirë, ose nuk je njeri i respektueshëm. Për mu kjo do më thonë që gjithçka është shumë sipërfaqësore. Por që ata, unë jam një person që nuk ju shkruaj shumë njerëzve, edhe kur ka shumë festa, sepse unë njerëzit që i du nuk pres me i shkru vetëm për një fest. Edhe ata njerëz që nuk i du, nuk duhet me i shkru as për një fest, sepse nuk duhet jem sipërfaqësore. Unë kur e du një njeri, e du, edhe që shtash nuk e pres një fest. Kur nuk e du një njeri, se është shumë normal, që aso nuk i du krejt njerëzit, se as njerëzit nuk e mdojnë mu krejt, është shumë normale. Po, të pakten nuk du me qenë sipërfaqësor. Për shembull, une ton vitin ty nuk të shoh kur, edhe nuk të shkruaj kur, edhe vjen një fest, une të shkruaj ty, të tham, o, ti kështu. Po me mu dosh diçka, jom shumë e sigur se ti nuk i me qenë këtu për mu. E po du më thonë që është koha që na njerëzit thjesht mos jemi më kaq sipërfaqësor, sepse me këtë farë termi, do më thonë me këtë, si me thonë, me këtë gjest, na ma shumë i lëndojmë njerëzit se sa që vërtet i dëshirojmë ata, i adhurojmë,
edhe ju japim dashurit sinqert. Edhe kjo, do më thonë, sepse, që shë thash, na qatë shumë vrapojmë mas parave, mas materializmit, mas gjithë shka i tjetër, po për dashurit tonë nuk kemi ko vetëm kur është një fest. Çka mendoni ju? Është kjo diçka e mirë ky gjest apo jo? Edhe pra, sa më shumë që na vrapojmë as tyre gjanave, do më thonë është gjithçka në kohën e sotme është vetëm ta kem gjema e mira, nuk ka më kur gjuhë autentike, është gjithçka shumë sipërfaqësore. Njerëzit mendojnë që janë mendimet e tyre, njerëzit nuk kanë më kontroll mbi ndjenjat e tyre, do më thonë e lëndojmë njëri tjetrin pa mas, edhe kur të vjen një fest, mos andej japim urime, sikur kur s'kishim bo asnjë gjë. E kur ti bon gjithë mas tyne, unë e thom, e pyetjen bonja vetes, pse duhet na me bo gjithmonë mas dikuj? Që kjo është pikërisht që ajo që unë e thash, se na njerëzit ton vitin ndoshta nuk e marrim asnjëherë një letër me ja shkruar dikujt. Normal familjarëve të rrethit i lajmërohem më shpesh me një farë mënyre, po unë për shembull po nisna nga ajo që ku marr mesazhe, urime nga dikush që me vite nuk më shef. Me vite nuk më shef. Atëherë pse duhesh me ma qumë një urim vetëm se është festa? Unë po jam shumë e sinqert, nuk po du. Pse duhet me qenë? Pse duhet me qenë ka sipërfaqësor? Apo pse duhet na me vrapu aq shumë pas materializmit, pas parave, se në fakt që ashtu i bjen. Kur unë ty gjithë vitin nuk kam kohë me të shkruaj vetëm për një pushim, vetëm për një fest, atëherë kjo po i bjen që unë jom duke vrapu mas liris, mas parove, mas materializmit, qaq shumë, sa që s'kam kohë ty me të kontaktu, ose me ta shkru thjesht një urim, ose me ta qu një lule, ose me të ftu për një kafe. E shumica e mos bën shumë mas tyne, sepse na kur bojmë shumë mas njerëzve, nuk bojmë shumë se vërtet e ndjejmë, po kjo bëhet atëherë mënyrë detyrueshme, e kur e bën ti mënyrë detyrueshme, në fakt ti nuk je ty e bo mos je ty e do shumë qatë njeri, por je ty e bo nga frika se këta njerëz nuk kanë me dosh ty ashtu si je. E unë pikrisht për çdo jam ka du me fol. Pse na duhet me vepru ose me bo diçka vetëm nga frika se ai tjetri mu nuk e më akcepton, nuk e më don. Na mune me kriju një rreth, për shembull siç e kam unë vetë krijume, që unë nuk dua njerëz në jetën time thjesht. Jo që i urrej njerëzit, ta mon puna, unë i du njerëzit, por nuk kam nevoj me pas njerëz në jetën time vetëm për bajram kur të ma qojnë mu një lule. Unë kur e dua një person, unë dua me qenë gjithë vitin këto për atë person. Edhe njëjt e presë ndoshta kur dikush me mdasht mu gjithë vitin, jo vetëm për një fest. Që kjo pikrisht që tu erdha, nuk bojnë ata masteje ardita, sepse për ata njerëz masanej bëhet është shumë normale që ti kur bon shumë mas dikuj, ata mo nuk e vlerësojnë punën tone, ata e marrin ato si të mirë qenë. Do më thonë, puna jote mo nuk vlerësohet. E kështu për që të arsye, atëhere ti detyrohesh prap me vepru pas tyne. Më thonë, është një cikël që ti vetës që është ka jam ka ndërprehem, apo jo, se s'jam ty e ditë. Po, edhe të bojnë ftes në Facebook, për shembull, nona jeme mua më thotë se unë jam mendje madhe, sepse, si që po thutit, pikrish kjo, të bojnë ftes në Facebook, pse? Sepse jo që të duan, po thjesht nga korreshtja me të po se ku je edhe çka po bën. E une këta njerëz nuk i pranoj hiç. As nuk i çoj ftes as kujt.
Na nuk e kemi idenë sa shumë e dëmtojmë veten tonë me çdo gjeste, me çdo sjellje. Na në fakt nuk jemi të e ditë se sa në energji tult jemi kur veprojmë në këtë mënyrë. Çka duhet ty një person në Facebook që nuk e njeh fare atë person, edhe që ndoshta bile me postimet e atij personi tjetër, ty veç dëmtohet energjia. Edhe për që ata jam të e thonë, përderisa na nuk vetëdijsojmë për energjinë tonë, nuk veprojmë në mënyrë të vetëdijshme, kjo nuk është mendje madhësi, kjo është respekt për veten tënde. Sepse, si që thash më herët, nona jeme, mua vetë që më ka qik të veten, më thot je mendje madhe, pse vetëm sepse unë nuk inkuadrohem këto gjana. Nuk mundem me adhon dikujt një koment të bukur vetëm se hajt, duhet me thonë, duhet me bo. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Nëse unë nuk e njoh një person, për çfarë arsye? Është mirë me komplimentu njerëzit, është mirë me u thonë fjalë të mira. Po ju krejt botës nuk e kam të nevojshme. Nuk e kam të nevojshme. Unë me këta thjesht humbi energjinë time. Absolut. As nuk është mos respekt, po e di se çka ndikon në energjinë time, e di çka ndikon në frekuencat e mia. Njëjtë është si me rrethin ton, në Facebook, në Instagram apo kudo qoftë tjetër, njëjtë është edhe me shiqu thjesht video që shkojnë, që postohen non-stop në TikTok, video lidhje edhe pa lidhje. Po, ka kësi njerëz plot që pikrisht është kjo, të bën ftesë në Facebook, nuk e din absolut se kush është, sepse është një lloj interesi, don të arriti numrin e vet në Facebook që t'i arrin qëllimet e tyna, si ndoshta mos po arrit diçka në jetën time, edhe të merr edhe aty në atë lojë të përfshin. Edhe ti tani pa vetdije hyn në atë lojë. Amo që dëmtohet energjia jote, nuk je absolut i vetëdijshëm. E çka më bë kur të mushet shtëpia pi njerëzve të burrit dhe nuk i intereson a je mirë, as je plus, mu me detyrojnë burri me ju nejt në kom që shmuj unë me vepru edhe pse s'jo mirë me shëndet të kupton kush. Oj zemër, na njerëzit i tolerojmë vetë. Na njerëzit i tolerojmë vetë qysh me usjell ata me neve. Vendos një herë e përgjithmonë kufi. Sa prej neve nuk guxojmë me vendos kufi, sepse thjesht kemi frikë. E di në Kosovë, nëse je Kosovës, unë e di se në Kosovë janë kushtet pak më ndryshe. Janë më të vështira, nuk ki përkraje, e kështu me radhë, ama na duhet me qenë të qartë me veten tonë. Kur nuk jemi të qartë me veten tonë, nuk kemi as qartësi në jetën tonë. Universi se ligji tërheqjes, unë me sa e shoh ende të shumë njerëz nuk kuptohet mënyrën e duhur se si funksionon. Ligji tërheqjes, kur nuk na sjell neve ato çka e dojmë, por na sjell ato që jemi duke jetu për momentin. Nëse unë që tash për momentin jam se është ligji i rezonancës, rezonancë do me thonë toni, ajo që ti qet nga goja jote, masane ndjesia jote, çish po ndihesh. Tash ti për shembull e dashur, kur të vinë musafir në shtëpinë tënde, janë do me thonë familje e burrit, edhe ti duhesh me nejt krejt vend kom, edhe duhesh me nejt aty sikur një shërptore, e para je shumë frekuencat ulta. Do me thonë je në energji total raskapice. E dyta, nuk je të je dasht veten fare. Absolut heq. Ty je aty për tjertë. Për derisa e tani, çka mundohet këtu me trupin tonë edhe me ty, edhe me sistemin tonë nervor, edhe me ligji i rezonancës tani vjen këtu, që ti thjesht je duke e përqu një energji shumë tult në univers, edhe je duke i thonë ati, sjellëm ma shumë kësi raste, sjellëm ma shumë. E tashti,
për me ndryshu këtë sistem, për me ndryshu jetën tonë dhe aktuale, dush me marrë një vendim. Pa marrë një vendim, edhe pse dëshira jote është e madhe, edhe pse ti sillesh mirë me burrin tonë, me të familjes të burrit tonë, apo me kënd të qoftë tjetër, është e kotë. Është e kotë, përkundrazi, ti e të e tradhtu veten tonë dhe non-stop. Na njerëzit, se cili prej neve, e kemi një thelbën veten tonë. Edhe përderisa nuk e kuptojmë rëndësinë e këtij thelbit, na nuk kemi me ditë as me tërhek. Nuk kemi me tërhek kur ato çka e dojmë. Unë personalisht për veti flas me thelbin tam çdo ditë. Edhe është një praktik super e fuqishme që kisha dosht se cili me kuptu. Kur mësoj me fol me thelbin ton, na kur mo nuk e tradhtojmë veten ton. Kur mësoj me fol me thelbin ton, na automatikisht kemi me ndryshu energjin ton, se mo nuk veprojmë për tjertë, për hir të tjerëve, mo nuk ke nevojë ti kërkujna me komentu në Facebook, as në Instagram, as me qu zemra kërkuj, se këto zemra që qohen në Facebook edhe në Instagram janë krejt rranë, janë krejt mashtrime. Pse? Vetëm se nga friga se nëse unë si aqoj një zemër që ti personi nuk pranohem edhe nuk më quajnë që jam e respektueshme, e dashme. A përshinin në qëfar gjendje kemi arë në njerëzit? Domethënë veç kur je dëftër që ki me u dashtë, për ndryshe s'ki me u dashtë, është mjaft e mërzitshme. Edhe që kjo është me kuptu çka po donë thelbi yt, kur ti e përmbush thelbin tënd. Edhe kur ti, se na i marrim përgjigjet nga vetja jonë. Kur i marrim përgjigjet nga vetja jonë, ti kur s'ki me vepru kundër vetes. Kur? E na veç qatëherë kemi me mujt me tërhek një jetë. Qysh e dojmë na, jo qysh e dojnë tjertë. Se na, 90% njerëzve, nuk jemi të jetu jetën tonë, mos edhe ma shumë se 90%. Edhe këta njerëz që reklamojnë sukseset e tyre në televizion, sukseset e tyre ku do qoftë, nuk është sukses veç me pas para në konto. Sukses është kur thelbi yt ndihet komplet i lirë nga çdo gjë e jashtme, i lirë nga komentet e tjerëve, i lirë nga dashuria e tjerëve, i lirë bësa edhe nga parat, se pote apo s'pote ti ki mundi mirë. E që kjo është Ardita e kozita, qështu është? Mirë është me i fshi me numrat tyne. Njerëzit nuk me i fshi, se nuk duhet njerëz në jetën tonë çdo njeri që na nuk kemi lidhje me ata persona, nuk kemi kontakte me ata persona, nuk kemi kur far lidhshmërie për ndryshe në jetën tonë, gjithë këta njerëz veç kanë me të marrë energji. Kjo nuk është mos dashuri, as mendjemasi e jotja. Bile, kjo është respekt. Sepse nuk po e don dikon veç sa për syje faqe, po thjesht ke kufit e tu. Edhe nuk don me leju këta njerëzit me shkel kufit e tu. Nëse unë personalisht po e flas, nëse mu dikush, edhe pse nuk e njoh fare heq, kërkon ndihmë nga unë ja jep atë ndihmë me shumë kënaqësi. Por nëse e shoh që ky person thjesht don me më shiqu mu ku jam unë gjithë jetën time, edhe çka bëj unë gjatë gjithë jetës time, mu ky person nuk më duhet. Absolut hiç. Edhe që kjo është, kur i duhen njerëzit, nuk pres vetëm për një fest me i kontaktu ata. Po, i du gjatë gjithë vitis. Njëjtë është me Bajram, njëjtë është me Shën Valentinin. Burri jam mu duhet me mdosht ton vitin, jo vetëm për një fest. Pra është shumë, gjithë shka është shumë sipërfaqësore. Sa më sipërfaqësor që ti jemi vetë, aq më shumë i dëmtojmë tjertë. Sa më shumë që i dëmtojmë tjertë, aq më shumë prap na e dëmtojmë veten. Domethënë, na duhet me qenë shumë të kujdesshëm se çka japim, se shumë njerëz mendojnë që hajtë se për një sjellje time nuk bëhet kur gjë. Hajtë sepse e thash që fjalë nuk bëhet kur gjë. Bëhet shumë.
se edhe ti, edhe une, edhe ai tjetri, edhe çdo kush njeri tjetër, na e bartim një energji me vete. Na jemi në frekuenca, dashtem ose nuk dashtem, qatë energjin tonde, edhe hiq pa bo, as një san, ti kime dëmtu njerëzit tjerë për rrethi. Sigurisht shumë për juve e kanë brejt nëse shkon në një supermarket me ble diçka. Hoj Silvia, nëse shkon në supermarket me ble diçka, edhe ai personi që shërben ty, ndoshta ka përjetu diçka jo të mirë përpara, ose ndoshta është kanë emunon diçka mrena vetes. Ai person nuk ka mos sjell mirë as me ty. Edhe tash çajo energjia ati personi përquhet te ti. Doshte ose nuk doshte. Edhe tash ti ai e boni gest keq ndaj teje, ty ta caron diçka, edhe me atë acarimin që ta ka shkaktu dikush tjetër në ty, ti shkon vazhdon tek tjetri. Ndoshta shkon tek fëmijët e tu, ndoshta shkon tek burrët ose fëmijët e tu shkojnë në shkollë, shkojnë me fëmijët e tjerë, e bashkuan edhe çështu shkon. Domethënë matutje, na e bojmë çato. Pra mos thuj kurr, nuk merret vesh për një person ose mos mendo kurr se ti nuk ki ndikim këtë botë, se cili e ka ndikimin e vet. Se cili që kjo është shumë e rëndësishme që na njerëz me kuptu energjin përderisa nuk mësojmë që personin tjetër thjesht me pa si energji edhe jo si trup fizik, gjithmonë kemi me pas ballafaqime të rënda, ballafaqime të ndryshme, gjithmonë kemi me uni dikun në faj, gjithmonë kemi me do me thonë nuk të përmbush, absolut hiç nuk përmbush. A keni ndonjë pyetje apo jo? David, përshëndetje nëse je ende këtu. Shpresoj se je mirë tani prej komës. As një aksident, as parat në konto që i kemi në munges, as shëndeti fizik, as një gjo njerëzdoshun nuk në ndodhin veç hajt. As një gjo. Krejt janë rezultat i mendimeve tona. Krejt janë rezultat i ndjenjave tona. Gjithë qka. Dhe nëse nuk besoni, vetëm pak shiqone jetën e juve mbrapa, si ka hecë deri sot jeta juve. Edhe keni me pa se unë kur kom fillu me besu ma shumë në frekuenca, në energji, dhe më thonë, nuk po e them ligji tërheqjes, se më përpara kom përdor fjalën ligji tërheqjes, tash nuk e përdori më, se më duket që diçka se nuk e di, është ligji tërheqjes, na tërheqin non-stop, po unë flas shumë për energjinë, sepse ajo është diçka që gjithë jetën që nga lindja edhe deri sot ajo ka më na përcjell. Edhe me energjina gjithë qka kryojmë, gjithë qka, me energjina ose kryojmë, ose jam marrin vetës gjitha që i kemi, por që thjesht më vedisu edhe me kuptu, pra nëse donë me i besu kësaj pune, thjesht me ndo pak për vitet e kalume, në qëfar energji e ke qenë, edhe qka të ka ndodhë, edhe pse të ka ndodhë. A keni ndonjë pyetje apo jo? Apo thjesht po doni me më dëgju mu, nëse më pyetni, mundeni pak me më shti, me u përgjigj pak ma shumë, se për këto tema unë kisha dosht muj me fol aq shumë me ditë të tëra mos me undol hiq, absolut hiq. Por kur ma boni një pyetje konkrete, munde me u pyet ma konkretisht gjatë në pyetjen e juve. Energji të ullt Lajder. Pse e dashur ke energji të ullt? Ma thuaj pse. A e kupton pse ke energjinë e ullt? Edhe ndonjëherë nëse është energjia ullt, është shumë okej. Ama çka më ka ndihmu mu
prap me kuptu energjinë time, pro e para që thash ma herët, me fol, me thelbin, sepse na për shembull krejt njerëzit i pyesim, kon ta shohim, e pyesim qysh je, qysh po kalon, qysh i ke fëmijët, qysh e ke burrin, qysh e ke ato, jemi të fokusuar veç në të jashtëm. Po sa herë pyetim na veten, me bu biseda me veten tonde, qysh je, për shembull, unë e vetes sot me pyet fiqëri qysh je. E këto e bojmë, mundem me bo kur folim me thelbin ton. Kur folim me thelbin ton, është e pa besueshme qysh na vinë përgjigjet, është e pa besueshme. Më besoni ose jo, unë në kohëve të fundit, a dini sa shpesh më vjen edhe me qajt, sepse e kam pa që e kam tradhtu veten shumë. E kom leon veten komplet mazdore, duke mendu se unë duhet me usil në këtë mënyrë, unë duhet me qenë kjo, unë duhet me qenë ajo, për me ndash tjertë, unë duhet me vepru kështu, unë duhet me vepru ashtu, për me qenë e njohur, për me pas njohuri, për me se na gjithë prej neve dojmë me pas lavdata për tjerve, dojmë me pas mbështetje, dojmë vëmendje, ama gjitha këto nuk vlen kur na nuk ja japim vetes tonë. Nuk vlen asnjë. Qysh me largu blokadat apo energjinë e ulët, mos me mujt me tërheq gjërat e mira. Unë për çfarë jam ty fol, e flutra, thjesht me kuptu që thelbi jot është këtu për ty, non stop, edhe ai e don vëmendjen tonde. Kur na flasim me thelbin ton, e jepim dashuri thelbit ton, për Zotin e madh, nuk të intereson mo asnjë njeri në këtë botë. Absolut hiç, sepse ti ja ke dhënë vetes tonë dashurinë e mjaftueshme, edhe kur ja jep ti vetes tonë dashurinë e mjaftueshme, mjafton. Kur e merr ti dashurinë për vetes tonë, automatikisht ti ngrihesh me frekuenca, je në energji më të lartë. Edhe e keni pa që thuhet, njeri është si hija, sa më shumë ti shkosh mbrapa, ai më shumë ik prej teje. Sa më shumë ja kthen shpinën, ai vjen mas teje. Pse ndodh kjo? Sepse ti kur jep vetes tonë dashuri, thelbi yt ndihet i përmbushur. Thelbi mundet me qenë edhe fëmia yt i mbrëmshëm, por që unë i them thelbi është ajo para se me u kriju ti me artin këtë botë, para se me u bo embrioni yt, thelbi veç ka ekzistu. Edhe ai don thjesht vëmendjen nga ti. Kur ja jep vëmendjen e duhur, ti bohesh masanej magnet për tjerë, sepse njerëzit e shohin që ti je në po, që ti je mirë, ti je ty e dasht veten, edhe ti çato ki me reflektu, dashte ose s'dashte. E nin veten mirë, e nin veten të dashuruar, qështu është edhe shumë lehtë me tërheq edhe partnerin, shumica njerëzve pse s'hekin partnera, sepse ata kërkojnë çat dashuri që kërkon thelbi tyne, prej tyne me gjetë një partner për m'ia dhënë çat dashuri. Kurse kërkush s'mundet me ta dhënë dashuri, pos ti vetes tonde. E kur ja jep vetes si çat dashuri, menjëherë ka më të ardhur dhe partneri i duhur. Si ndryshon marrëdhënia, komunikimi, sidomos me familjarët, tek ata që merren me zhvillim personal. Nuk e kuptova bash pyetjen si ndryshon marrëdhënia, komunikimi, sidomos me familjarët, tek ata që merren me zhvillim personal. Domethënë, nëse ti merresh me zhvillim personal, çish po e kuptoj? Si me ndryshu raportin me familjet, si ndryshon. Na nuk mundem me ndryshu kur gjo. Ashtu kështu na vetë si qenje, kemi me ndryshu. Në fillim, kime u përqish, sepse edhe une për shembull me vitet të tëra, nuk kam qenë kjo fiqëria, kam qenë një fiqëri tjetër. Do më thonë se na si cili prej neve, si person, kur rritemi, zhvillohemi, na krijohet një identitet. Masanaj njerëzit ty kanë me të njoft me qatë identitet. Edhe në momentin kur ti e ndryshon identitetin tënd, kur fillon ti me ndryshu, ki me pas shumë kritikus. Shumë rrallë kanë me qenë ata që kanë me të përkra. Ose ndoshta edhe asnjë njeri s'ka me të përkra. Edhe tash këta njerëzit kanë me fillu me qesh me ty me buaj gare.
kanë me të përqesh, kanë me folë për ty shumë, nuk kanë me të pranu, po ti dush me pas qëllimin tënd. Edhe thjesht mos më ndalë. Ashtu kështu, çdo person që ka me hik këtij rrugtimi, nëse vërtet i ka ardhur momenti për me u zgju, për me u transformu, ai ka me u transformu. Çështja më ka ndodhur dhe mua. Krahas gjitha përqeshjeve që i ku marr, edhe që i marr ende, se njerëzit mendojnë që jam në një Jehova, grup të Jehovës, ose mendojnë që jam në një sekt, ose më thojnë pra arrogante, mendje madhe, kjo nuk flet, kjo vin aq shumë kritika që mundohen ty me të nxjerr prej vetes tonë të vërtet. Po ti duhesh me ditë ku e ke qëllimin tonë. Edhe unë vetë personalisht njoh mjaft njerëz që ja kanë dalë krahas gjitha këtyne, po dikur vjen koha që gjithë çata njerëz që qeshin tash ose që të përqeshin kanë marrë me kërku ndihmë prej teje. Amo tash na që jemi në këtë gjendje transformimi, çka duhet na me bo? Thjesht me mësu edhe na me lëshu. Me lëshu edhe me lënë këta persona në proceset e tyre. Me dhunë, sepse nga njëherë është dëshira madhe edhe kur e kupton ti çështjen e energjisë, frekuencave, gjitha këtyre, sidomos familjarët e rrethit që i ki të dashurit e tu, që janë ende në gjumë, ti ke dëshirë të madhe me zgju ata. Amo thjesht duhesh me i lënë. Po duke ndryshu ti vetë, duke u transformu ti vetë, energjia jote automatikisht ka me ndikut ata. Na kemi atë fushën elektromagnetike, aura jo, do më thonë, momentin që ti hin dikon, vetëm mendoje që thjesht ti me energjin tonde ki ndikim për rreth njerëzve tu. Edhe funksionon, në shumë të rasteve funksionon. Po nëse na tashtit këtu kemi mendime negative që thjesht doj me mundu me zor, me i transformu njerëz të tjerë, ose me i bo njerëz të tjerë me zor, me na kuptu neve, sepse tash na jemi që shtu që jemi, nuk ja vlen, thjesht duhesh me i lënë. Por vetëm situatën e njëjtë, energjinë e njëjtë, pa ndryshim. Energjitë e ulët, vetëm situatën e njëjtë, energjinë e njëjtë. Energjia jonë ulet, nëse na kemi, do më thonë, nuk jemi të e pranu momentin e qëtë moment. Nashta ti që është më nxes edhe, për qëta do është ta me thonë, e lidha dhe ma heret video që i shofim na në rrjetet sociale, pra në telefonat tonë. Na rrallë kush, për shembull, ose heq kërkush nuk poston hallet e veta. Kërkush nuk i poston dhimbjet e veta. Kërkush nuk i poston sfidat e veta. Unë për shembull që tash jam të e bo një projekt, jam të e përgadit një podcast. Me këtë podcast, unë po vizioni jam është që njerëzit thjesht jo më mësu me manifestu, se kemi shumë mendjen të manifestimi. Çelësi kryesor i manifestimit është thjesht me pranu gjendjen aktuale. Çish prano gjendja aktuale? Mas shumti është kur ti komplet e ki fokusin nga tek vetja jote. Pra, mos përqendrohemi të tjerë, mos përqendrohemi në videot e tjerëve, në postimet e tjerëve, sepse në kohën e sotme ndikohemi mas shumti në këtë mënyrë. Pra, sa jemi në aty pas kontakte fizike me njëri tjetrin, shumë pak ose heq. Që është ashtë edhe ma herë, na duhet me prit një vjet, marr një bajram, ose Krishtlindje, ose Pashk, ose çka do qofshin tjetër, për me u taku me njëri tjetrin. Pra na sulmohemi energjetikisht çdo ditë, çdo video që na e shiqojnë, sidomos në mënyrë të pavetëdijshme, ose çdo komentar, ose çdo postim, vetëm një fotografi, dikujna, na sulmohemi energjetikisht. Doshte ose nuk doshte. Çdo video që e shikon ti, ose çdo fotografi që e poston dikush, çdo story, gjithçka që ajo ka me boni ngacmim emocional të ti. Ta shka ndodh, çka shohim shumica njerëzve, shohim njerëz suksesshëm, që i kanë arrit qëllimet e tyre, që postojnë luks, që postojnë për shembull
arritjet e tyre, qëllimet e tyre, po kërkush që është dhe më herët nuk i poston sfidat e tyre. Tashna automatikisht neve na bjen energjia se na bim frekuencat fajsimit, bim në ato frekuencat e dëshprimit, do më thonë lakmia, e kështu më radhë. Atëherë na automatikisht nuk e pranojmë gjendjen aktuale. Unë kisha thonë shumë njerëzve, unë personalisht, po ju thonë direkt qëtu, mos me pas, paka shumë, tash këtë punën që e boj, unë personalisht direkt i kisha mbyll krejt rrjetet sociale. Komplet. Sepse e pranum, ose nuk e pranum, këto janë që neve na marrin energji mas shumëti. Televizionet, nëse nuk i shikojmë në mënyrë vetëdijshme, do më thonë, gjitha këto gjona, se na emocionalisht ngacmohemi çdo ditë 24 orë nga gjitha anët. E tash ku nuk i kemi ndjenjat në balans me mendimet tona, atëherë aty bëhet një disbalancim, edhe çështu bën energjia, është shumë e lehtë. Ose thjesht nuk je injoru thelbin tënd, nuk po fol kur me veten tënde, s'po ja jep dashurinë e mjaftueshme, ose thjesht nuk po vepron në atë mënyrë që ti me bëu diçka qysh më u kënaq, qysh më rrit energjinë. Tani është tjetra që na ditëlindja e jon e përcakton energjinë e trupit ton. Energjia e trupit ton e përcakton kualitetin e jetës ton. E për këto tema për shembull s'na ka fol hiç kur kërkush, e që kjo energji, ditëlindja jon nuk është vetëm ditëlindje, po është diçka e jashtëzakonshme që secili duhet me ditë energjinë e trupit vet, për me mujt me arrit lirin totale. Nga njëherë është shumë e natyrshme që me energji thjesht na bjen energjia, po atëherë për momentin veç thjesht pranoje. Ama mos rri shumë nga atë energji tol, po qau, ose pyet vetëm pse po ndinem, pse s'kam unë energji tani për momentin, edhe çuli ves bën diçka. Energjia thjesht bjen mas shumëti kur na nuk marrim pjesë në jetën intenzive, në mënyrë intenzive. Me marrë pjesë në jetën në mënyrë intenzive, nuk do të thotë vetëm me festu ose me taku njerëz, po me qenë komplet vetvetja. Komplet vetvetja pa asnjë frikë dhe me besimin total të plot që gjithçka ndodh për të mirën tonë. Një energji empatike ndjen të nevojshme që ta di si është ai që ka pranë. Hanza nuk kuptova zemër, edhe njëherë nëse spriton me shkrue. Një njeri empatik ndjen të nevojshme që ta di si është ai që ka pranë. Okej. Na për shembull, si persona, askush nuk të dëgjon nga ato që thua, vetëm kur ata të jenë të gatshëm për të pranuar informacionin që ti do t'i japësh. Askujt në fakt nuk i intereson për ty se si je edhe çka ki nevojë. Për çet arsye është shumë e rëndësishme na më dhon gjitha ato që kem nevojë, vetes tonë. Ajo pjesa me si e pyetje edhe njerëz si the edhe një njeri empatik ndjen të nevojshme që ta di se është ai që ka pranë. Kjo është për shembull ndoshta nëse po të kuptoj mirë. Në fakt njerëzit empatik, deshten ose s'deshten, e ndjejnë emocionit e tjetrit më shumë. Po edhe këtu, kjo është energjia e gaforës, për shembull, që e ka domethënë atë intuit zhvillume, që e ndjen emocionit e tjetrit më shumë. Edhe peshku e ka këto. Por na, për shembull, i kemi edhe pjesën tjetër, është ligji i polaritetit, domethënë unë për shembull si binjak, është shumë e mirë që të rri me njerëz që janë e kundërta energjisë time, sepse na në këtë mënyrë balancohemi. Duhet me integru pak a shumë edhe energjinë e kundërt, që se për shembull nëse je person empatik edhe e ndjen të nevojshme çdo herë me ndi emocionin e tjetrit, ose me ditë se si është tjetri, nëse jam ka të kuptoj mirë pronaj,
A di ti sa e lodh veten tënde, sa energji i merr vetes tënde. E çka është për shembull shumë më mirë, më efektive se drita po bjen, është shumë më e mëshme, thjesht mos më mundu çdo herë me kuptu tjerë. Pse duhet me kuptu tjerë çdo herë? Pse tjerë, për shembull, as tjerë nuk ka nevojë me më kuptu mua. Na kurr nuk mundemi me i kuptu tjerë. Se na kurr nuk mundemi me hyrë në lëkurën e dikujt tjetër. As kur nuk mundemi me i lexu komplet mendimet e tjetrit, as me i ndi ato. E çka mundemi na thjesht me punu me veten tonë, thjesht me mendimet tona, me emocionet tona, edhe atë tjetrin me pranu në atë mënyrë se si është. Nëse ta kom kuptu mirë përgjigjen, pyetjen, kjo është e përgjigja ime. Se në bazë shkrimit mundem shumë edhe me u keq kuptu në pyetjet. Faleminderit për përgjigjen, dëgjova dikë që merrej me zhvillim pozitiv që thoshte se nuk mund ta shoh me sy, as nuk më intereson nëna ime nëse është gjallë apo jo, se më ka ulur gjithmonë vetbesimin. Kjo është shumë e dhimbshme. Dikush që merret me zhvillim pozitiv, merret me zhvillim pozitiv, me zhvillim personal ndoshta. Thotë që nuk mundet me pa nonën e vet. Unë për shembull e kom pas një person që është i regjistruar te unë. Ka domethënë shumë sfida, përçarje, probleme ndryshme me burrin e saj. Me vite ajo e shiqon burrin e saj, e ka shiqu burrin e saj ndryshe. Me një seancë po them tani, edhe me një teknik hipnoze që ja kom bo, nga ajo ditë ka fillu me shiqu burrin e vet komplet ndryshe. Gjithë njerëzit që na vinë në jetën tonë nuk vjen asnjë rastisht. Na i tërheqim gjithë. Na gjithë i tërheqim. Sepse na e tërheqim gjithmonë një energji e cila mungon në neve. Do më thonë, një energji që unë e kam, se ne njerëzit duam gjithmonë diçka që nuk e kemi, edhe na e tërheqim çato. Pra, tek çdo person që na vjen në jetën tonë, normal thuhet, na nuk kemi nevojë hiç për mentor. Na veç duhet me qenë matë vëmendshëm edhe matë kujdesshëm në personat që na ngacmojnë neve, që na acarojnë neve, ose që na bojnë në undi mirë, ose pa marrë parasysh se çka. Sepse çdo person që vjen në jetën tonë, vjen me një mision edhe me një arsye që e ka ndaj neve. Pra, partnerin që kemi, ai nuk ka orë veç haj, po ka orë sepse e kemi tërheq ne me bindjet tona, me energjin tonë, edhe me, do më thonë, na, thjesht, e kemi tërheq atë person. Tashtit, këtu na mundem edhe me kriju karma, na duhet me qenë shumë të kujdesshëm, sepse ti vetë ke tërheq atë person, edhe tash po kthehesh po e sulmon çato. Në fakt, universi aq bukur punon për neve që na ide nuk e kemi. Me kuptu mirë, edhe që kjo është qëllimi im, që thjesht me kuptu që universi, as edhe një sekund, as një kur gjuhë hiç nuk vepron kundër teje. Gjithçka është për ty. Edhe jo rastisht i thojnë loja e jetës. Jeta është lojë, po kur nuk din me lujt, ti ke marru. Pra çka duhesh me bo? Thjesht me kuptu, me hin besimin e plot që jeta është për ty. Edhe çdo njeri që vjen këtë botë është thjesht këtu për ty për me të shëru. E di që nuk është e lehtë me besu, se njerëzit që të kanë lëndu, që nashta të kanë bo me kajt, që nashta të kanë bo me unë shumë keq, që nashta kanë sulmu bile, plus direkt, nashta edhe mënyrë fizike, edhe mënyrë mentale, unë i thamë se dhonim psiqik, dhonim fizik, këto janë, do më thonë, shumë akte të këqija,
Po secili prej qytyne, edhe që ta njerëzi, këta kanë ardhur për një arsye të ti, thjesht për me të shëru ty. Që shta jo zoja ma heret, unë në familje të burit duhet me nejnë kom, duhet me shërby, duhet me bu këta, duhet me bu ato. Gjithë këta njerëz jam 100% e bindur se janë aty për me shëru këtë gru. Sepse për deri so, por na filloj me u shëru vetëm kur filloj me u vedisu. Pra me kuptu që gjithë shka, gjdo njeri që vjen një jetën time, është thjesht një mentor i imi. Për shembull, unë jam në horoskop, jam binjake. Binjakët e kanë nga natyra që flasim shumë, do më thonë jemi njerëz shumë komunikus. Edhe ne binjakët jem ma shumë si përfasor, do më thonë na jemi shumë kurreshtar ndaj jetës, ndaj gjithë shkafit, edhe nuk hym kur në thellësi, do më thonë jemi ma shumë si përfasor. Gjithë shka, edhe unë për shembull personalisht e di që jam kështu, sepse boj pyetjen dot që pyes diçka, du me di diçka, e marr përgjigjen edhe ma fell nuk e më intereson. U kry. Kurse, për shembull shoqja ime, që e kom tërhek komplet në vedije, ajo është shigjetare. Shigjetari, do më thonë, do në me ditë sakt. Intereson. Për shembull, edhe shumë, sa herë që dalim bashk, e shoh që ajo i shiqon gjanat më ndryshe, unë i shiqoj gjanat më ndryshe. Tani, nëse kjo, po du me ju thonë që, tash ajo është person ma i qetë, nuk flet shumë, unë e flas ma shumë. Tash, nëse unë rri prap me një binjak tjetër, edhe nashta jemi për 2 orë bashkë, na mundëm me humb kontrollën të folë. Të më thonë flasim të dytë atë shumë, sa që bohemi dytë të pavetdijshëm, edhe mundet me dalë jashtë normales, do më thonë jashtë asaj fushës të vedisimit. Nështë për shembull më qenë dikon një ambient, dikush mundet me qëgju më thonë qka është me këto, se nuk ki balancim, do më thonë del pak jashtë balancimit. Tash për shembull, shoqja ime është një person më i qetë, që flet pak më pak, ajo automatikisht, doshta unë nuk doshta, ajo mu më fut pak në atë energjinë e saj. Kurse edhe unë ato e shty me fol pak më shumë, ajo më shty mu me fol pak më pak. Edhe çështu ndodh balancimi. Por nëse na nuk e kuptojmë, nuk e dim, do me thonë, rolin e kësaj energjie, atër na mundë me hin, do me thonë, në kundërshtim me personin tjetër, se e paragjikojmë, flasim keq, a pove që më tha, qysh më aboni, ama në fakt është thjesht se cili person këtu me të shëru ty. E përderisa na nuk e kuptojmë qëto, atër na kemi probleme me njerëz, atër na kemi, do me thonë, paragjykime, flasim as shpines, e sulmojmë njëri tjetrin, e kështu me radhë, pa e ditë fare se ku është qëllimi i universit. Edhe na në këtë mënyrë masa ne krijojmë karma, krijojmë probleme, i krijojmë vetit sfida që janë thjesht normal, janë për të mirën tonë. Masa ne këtu bjen energjia, humb vetveten total, do më thonë bjen në ato frekuenca që ti thjesht humb energjia dhe nuk ke fare mundësi ti me manifestu jetën tonë ashtu si që dëmë. Shumë e vërtetë kam një shoqë binjak në horoskop, asaj si pushon goja ty full. Si pushon e ka të nevojshme me full. Edhe na nëse nuk e përdorim këtë energji, na nëse nuk e përdorim, do më thonë, është pjesa çakra, është e zonit. Edhe bile kjo është energjia ma e fuqishme e manifestimit, edhe këtë energji të binjakut duhet se cili me integru ma shumë, sepse nëse nuk e integron, për shembull, ti ki një dëshirë, don me bo diçka, po nëse nuk e fol, a mundesh me manifestu, a mundesh me arrit atë gjë? Jo. Një shembull, ti e diko me makinë edhe je ty dosh me shku një vend.
okay, tash ke navigacion, është diçka ndryshe. Po ty duhet një informacion. Tashtit, nga blokimet që ki, këtu në qakrën e fytit, duke mos e integru, pra kjo është energjia e binjokut. Nëse ti tani këtu, vetëdijshëm nuk e integron këtë energji, ti e blokon qakrën e fytit. E para, e dyta, e humb manifestimin. Sa do që ti don me pas, sa do që ti don me arrit dëshirat e tua, nëse nuk e integron këtë energji, atëherë ti thjesht nuk mundesh me arrit qëllimin tonë. Por, nëse kjo energji integrohet shumë, në mënyrë jo të vetëdijshme, edhe këtu prap mundesh me bo ndonjë gabim jo të mirë. Ndonjë gjest, gabim nuk ka, po mundesh me dal nga vetvetja. Kështu që thjesht me kuptu çka është kjo. Po kjo është diçka një term shumë i thellë që nuk e di sa mund flitet për këtë, për gjitha shenjat, për gjitha energjit. Për ata thash, se cili prej neve ka lind me një energji të caktuar. Ditëlindja nuk është vetëm ditëlindje, po është energjia jote e caktuar që nga lindja jote. Edhe për këtë arsye që thash më herët në fillim të kësaj videoje, mësohuni që ju me menaxhu energjinë e juaj. Mësohuni që ta kuptoni cila është energjia e juaj, se kur e mësoni këtë, nuk ndikoheni mon nga bota jashtme. E kjo është mënyra edhe gjëja më e bukur që na mundemi ja bo vetes, sepse nuk është lehtë me menaxhu energjinë në kohën e sotme. Energjinë nuk t'japin, çuç e thash më herët, parat në kontën tonë, ose partneri yt, ose fëmijët e tu, ose rreth yt në përgjithësi, nëse nuk din ti me integru këto energjit e tua edhe më bo thjesht i vetëdijshëm për thelbin ton, me pyet thelbin ton, kush je, çka don, çka s'don. Kur i përvetëson çto, ti bosh i paluhatshëm në çdo gjë. Domethënë, menaxhon gjithçka. Edhe thjesht mos me u identifiku, me mësu, mos me u identifiku me asnjë gjë. Sa njerëzit postojnë, unë e kam këto, unë e kam ato. Pse? Sepse dojnë me marrë njohuri, identifikohen ajo që janë, sepse pa një identifikim e njën vetën si të humbur. Po çka na njerëzit nëse mësojmë, thjesht mos me qenë askushi, veç vetvetja jote. Për shembull, vetëdijshëm me fillu ditën, sot nuk du me qenë askushi. Sot thjesht du me qenë vetja ime. Sot thjesht du me pyet thelbin tam se çka po don. Edhe në çet mënyrë na jemi gjithmonë mbi vibrime të larta. Gjithmonë jemi mbi vibrime të larta, edhe nuk kem nevojë me kërku asnjë gjë. Momentin që na vibrojmë lart, atëherë na e gjojmë veten, e dim se çka dojmë nga jeta, e dim çfarë pune don me bo, e gjon domethënë profesionin e duhur, sepse ti e din çka të përmbush, profesioni i duhur, se na me punu duhet secili me punu, po nuk ke nevojë me bo punë për me marrë njohuri nga njerëzit tjerë. Nuk ke nevojë me mendu me punu shumë për me fitu para, por ti kur e gjon domethënë atë misionin ton shpirtit, punën ton shpirtit ti punon, pa ajo nuk është më punë për ty, është thjesht pasion, thjesht të bon me uni mirë, thjesht të ngrit energjinë, edhe në këtë mënyrë ti ekziston. Do me thonë, edhe masanej, vinë edhe parat, vinë edhe njerëz të duhur, edhe thjesht universi punon për të mirën tonë. Kaq, është shumë e lehtë në fakt. Ama na njerëzit krejt kohën jemi të i vrapu mas njerëzve, jemi të i vrapu mas pareve. Sot është shumë e dhimbshme, që është ashtë edhe ma heret, me shkru dikujna një mesazh për vetëm kur është një fest. Pse? Se janë komplet humbur, janë komplet larg thelbit tyre, duke ngajt mas punës. Unë shoh për shembull njerëz edhe kur qef, besa ndoshta e ndjen edhe një farkeqardhje ose i duket që se di,
nuk po kam kohë marrë me pi një kafe, se i kam fëmijët, i kam këta, i kam ata, unë çdo herë e mendoj pse duhesh më thon këto. Nuk e më intereson fare. Kur ti je një njeri që nuk ke kohë me pi kur një kafe me dikon, unë as që du me konë me ty, sepse e di se me çfarë energjie je, edhe e di që edhe energjinë time mundesh me dëmtu, kështu është okej. Po, është e dhemshme, na duhet me pas kohë për njëri tjetrin. Edhe kur kemi kohë për njëri tjetrin, kur jemi thjesht këtu, e shijojmë momentin total, padyshim se kanë më na orë paret. E mu kur pyesin njerëzit për pare, si me manifestu pare ma shumë, unë e tham, parat vijnë atëherë kur ti je i lirë brenda teje. Kur ti nuk nget më mas atyne. Kur ti ki kohë e jo koha me t'u zvoglu, mës me pas kohë, sepse po don me pas këto. Do më thonë, gjithë shka na njerëzit, në vend se me vepru kështu, e bojmë komplet kundërten. Do më thonë, komplet, sepse jemi në frikë, thjesht nuk e kuptojmë, edhe kështu shkon më së ndrej. Mu gati mu hargju bateria, edhe thjesht po e përfundoj me kaq, ju dëshiroj një ditë marë, një ditë mirë, mos vraponi mas njerëzve, mos vraponi mas parave, vraponi thjesht mas energjisë juve. Mos e krahasoni veten, mos i shiqoni tjertë se si po jetojnë, çka po bojnë, krejt atë energji, krejt atë fokus ktheje për vetes tonde. Edhe shete se çka ka me ndodhë me ty. Sepse thjesht kur e kthen energjinë për vetes tonde, punon me veten tonde, e kupton thelbin tonë, ti je në paqe, je në frekuencat më të larta, je në vibrimet më të larta, atëherë është e pamundshme mos me pas edhe jetën ashtu si ti e dëshiron. Ju dëshiroj një masditë mirë, edhe miru pofshim.